Përshëndetje shikues të nderuar, ja pra edhe sonte si zakonisht jemi duke u emituar drejt për drejt, ndërkohë që sonte do të flasim për një temë për cilën në provita fatkeqësisht akoma nuk kemi folur, spaku jo me përfaqësuesit adekuat të këtij institucioni. Sonte do të flasim për ambasadën e parë për fëmijë në Maqedoni, me themeluesin dhe drejtorin e kësaj organizate jo qeveritare, zotin Dragi Zmijanac, dhe njerit përfaqësuesen ose projekt koordinatorën e projekteve në kuadër të Mexhashit, Jetmira Maliqi. Pra, mysafir të nderuar, Dragi, mirë se erdhët në Provita, dobro ni dojdovte. Dobro ni najdov, baš mi je drago i ubavo se čustvam u studijata. Vjen mirë, është një organizat, është një institucion lirish mund të themi, pse jo, që funksionon tashmë 25 vjetë, pas 2 muajve do të keni edhe jubileun apo jo të kësaj organizate. Konkretisht, cili ishte fillimi, do me thënë, ose pse u themelua, e dim pas luftës në Bosnje, për t'ju dalur në ndihmë fëmijëve. Këtu do doja, do me thënë, fillimin dhe si, do me thënë, rodhi ose lind ideja që të formoni një organizatë këti. Prvo se извинувам што не го говорам албански, но од вашето прашање можем да разберем дека наскоро ќе прославиме 25 години, тоа ќе биде за 2 месеци, 29 април. И на тој свечен јубилеј секако ќе бидете поканети да го одбележиме заеднички тој голем за нас успех, да успееме во Република Македонија да обезбедиме 25 години во непрекината борба за заштита на правата на децата и градење на културата за мирот. А во однос на нашите почетоци, кога се распаѓаше Југославија и кога се војуваше на овие балкански простори, нашите почетоци беа граѓанска иницијатива на мала група на граѓани. Po, Jetmira, fillimisht do të falemndroj, e di se nuk e ke rolin e përkthyesit në këtë, por duke dashur të na ndihmoni që të realizojmë këtë emision, do na ndihmoni që shkurtimisht spaku ta përktheni. Do më thonë, fillimisht si iniciativë, do më thonë për fillimet e organizatës, ishin si iniciativet të qytetarëve, që të formohet një ambasadë botërore e fëmijëve, ku do të trajtohen të drejtat dhe liritë e fëmijëve. Po, rregull. Стигна драматичен апел од Сараево да се помогне на децата погодени од војната во Босна и Херцеговина. Do më thonë, fillimisht arriti një apel urgjent nga Sarajeva, ku duheshte urgjentisht që ndihmojmë fëmijëve të cilët kishin nevojë për ndihmën tonë në atë kohë. Иницијатива на мојата колешка и сопруга Гордана Пирковска-Збијанац беше упорна токму во македонската телевизија да дојде. Се сеќавам, тогаш беше уредник Љубиша Николовски и бараше да на телевизија, на главните вести даде апел да се згрижат децата од Босна и Херцеговина погодени од војната во Република Македонија. Atëherë ishte si iniciativë e shoqes dhe bashkëpunëtores time Gordana Pirkovska-Zmijanac, e cila insistonte që fillimet e para, do më thënë, ata apel ta publikojnë mu këtu në televizionin e Maqedonisë, ku ka qenë edhe drejtues atëherë Љубиша Николовски. Значи, ние се уште не бевме ниту регистрирани, тоа беше на 6 април. Atëherë ne nuk ishim as të regjistruar si organizat, ishten me 26 prill. После апелот, многу граѓани, независно од етничкото потекло, националност и етникум, се јавува на нашите телефони да згрижат деца бегалци од Босна и Херцеговина во нивните домови. Pas këtij apeli, pa marrë parasysh domethënë etnikumet të cilat ju përkisnin qytetarët, të gjithë reaguan dhe ishin aktiv dhe të interesuar që t'u ndihmojnë këtyre fëmijëve, respektivisht për strehimin e këtyre fëmijëve. Тоа беше вистинска солидарност и хуманост на дело, и можем да кажеме на голема благодарност за сите граѓани кои во тие тешки моменти им помогнавме на децата погодени од војна во Босна и Херцеговина. Тие беа тука се до 1997 година. Mund t'ju falenderohem të gjithëve që treguan atë solidaritet në atë kohë dhe ju ndihmuan fëmijëve të cilët i strehuam dhe ishin këtu deri në vitin 1997. Prej atëherë, do me thënë, plot 25 vjetë, apo jo, po funksiononi, keni realizuar një sër aktivitetesh, por, zotni Dragi, do doja në fillimisht të na informoni ose të na sqaroni se cilat në fakt janë të drejtat e fëmijëve dhe në këtë kontekst, do me thënë, qëllimin e organizatës së juaj.
Од тогаш сигурно сте реализирале нели голем број на активности, проекти. Би сакале на кратко да ни објасните кои се правата на детето или што е целта на првата детска амбасада? Кога се формираше детската амбасада Мигеши, многу мина граѓани не знае дека децата имаат елементарни базични детски права. На филм куру формуа на амбасада е пар ботрора per familje međaši, шумица е штетарве, нерзве, нук единен се чварнан куптон да се екзистоин на факт третате фамијаве. Јас би рекол дека го издигнавме на висок пиедестал детето, неговата личност и неговите права. Mendoj se ne me të vërtet e ngritëm në pjedestalin më të lartë fëmijën dhe të drejtat e fëmijët. Да се почитува детската личност, интегритетот, идентитетот на детето, неговиот правилен раст и развој. Të respektohen integriteti, personaliteti i fëmijës dhe zhvillimi i shëndosh i drejt i një fëmijët. Веднаш после тоа во 93 година го отворивме првиот SOS телефон за деца и млади. Në vitin 1993 e hapëm edhe linjën e parë, SOS linjën për fëmijë dhe të rinj. И веќе на 1 февруар ќе прославиме 24 години од работа на SOS телефонот. Dhe me 21 prill do të festojmë 24 vjetorin e ekzistimit të SOS linjës telefonike. Она што е куриозитет би рекол, првата детска амбасада во светот Мегеши постои колку што постои Република Македонија. Значи паралелно со формирањето на Република Македонија како независна држава, се формира и првата детска амбасада во светот Мегеши, која е предпознатлива не само во Македонија, туку и низ цел свет. Dua të cek si kuriozitet se ambasada e parë botërore për fëmijë Međashi ekziston që nga ekzistimi i shtetit, domethënë i Republikës së Maqedonisë, dhe dua të them se Međashi është i njohur jo vetëm në Maqedoni, por edhe në nivel botëror. Пред да одиме подетално во проектните активности, сакам две работи да нагласам. Прво, дека по истражувањето на Институтот за социолошко-политички правни истражувања, детската амбасада Мегеши 5 години наназад е прва по доверба кај граѓаните во целиот граѓански сектор. Така. Do më thonë para se të hymë më thellë në aktivitetet dhe projektet në kuadër të ambasadës së parë botërore për fëmijë Međashi, dua të cek se 5 vite me radh, do më thonë sipas ulumtimeve që janë bërë nga Instituti Институт за социолошко-политички правни истражувања. Do më thonë nga hulumtimet sociale politike, nga Instituti për hulumtime sociale politike, 5 vite me radh kemi besueshmëri, po. Имаме развиена мрежа, членство во многу меѓународни организации. Do më thonë kemi zhvilluar antarësim në shumë rjete ndërkombëtare И по она internacionale. што сме предпознатливи и единствени во граѓански сектор, имаме собствен дипломатски кор, еден символичен дипломатски пасош, луѓе кои во светот не представуваат, застапуваат и се залагаат за оваа благородна светска идеја. Така. Kemi kor diplomatik, pasaport diplomatike, kjo edhe na bën më të dalluar nga të tjerët dhe është gjë me të cilën krenohemi. Zoti dragi, kemi gjitha do me thënë, keni edhe një periudhë mbi 2 dekada, apo jo 2 dekada e gjysëm të funksionimit, do të thotë keni sër aktivitetesh. A kemi shkelje të drejta së fëmijës në Maqedoni? Që pastaj na informoni edhe cilat janë faktë drejtat e fëmijëve, që pastaj besoj se ndoshta për të gjithë ata që nuk e dinë, ndoshta do të mësojnë. Dhe shpresoj se edhe fëmijët do na ndjekin dhe do i mësojnë të drejtat e veta, po. Значи веќе долго време постоиме. Веќе скоро 2 декади. Дали има подобрување? Не подобрување, туку шкелje на të drejtave, дали има пригазување на правата на детето и како би можеле да ги препознаеме, докаде сме ние како општество? Одлично прашање. За жал, Македонија не е исклучок од многу држави на Балканот, Западен Балкан, со деца кои се исклучени од образованието.
Fatkeqësisht, domethënë, si shumica e shteteve ballkanike, nuk jemi edhe ne në atë grup të shteteve ku një numër i caktuar i fëmijëve nuk janë të kyçur në procesin arsimor. И деца кои немаат извод од матична книга на родените, така наречени фантом деца. Dhe fëmijë të cilët janë të ashtu quajtur fantom fëmijë, të cilët nuk kanë as certifikat të lindjes. Ko është faji, zoti dragi, këto? Ko je kriv za ova? Ili za ova состојба? Дали е тоа институциите, дали Два министри до граѓаните или сега како? дале изјава дека само 5% децата на основношколска возраст се исклучени од образование. Ние направивме математичка пресметка и испадна дека тоа се околу 18.500 деца кои не се вклучени во редовниот задолжителен основно-образовен процес. Така. Do më thonë, deri tash 2 nga ministrat kanë thënë se vetëm 5% të fëmijëve nuk janë të kyçur në procesin arsimor, megjithatë nga hulumtimet e tona dhe nga analizat që i kemi bërë, nga vlerësimet e tona, kemi ardhur deri në përfundim se 18.000 fëmijë nuk janë të kyçur në procesin arsimor. Критикуваме со право дека има во Македонија околу 2000 деца без извод од матична книга на родените. Тие се најчесто жртви на трговија со деца, детски органи, проституција, порнографија и така натаму, и дека државата не смее да дозволи да има толкава бројка неевидентирана, да децата не само што не може да остварат елементарни детски права, туку е тоа најголема дискриминација. Не постојат на планетата Земја, односно не постојат ни во Република Македонија. Me të drejtë kritikojmë se ekzistojnë rreth 2000 fëmijë të cilët nuk kanë certifikat të lindjes. Zakonisht ato fëmijë janë pjesë e trafikimit me fëmijë, pjesë e trafikimit me organe, prostitucionit, pornografisë dhe kështu me radhë, dhe mendojmë se ajo është shkelje drastike të drejtave të fëmijëve dhe nuk ekziston askund në botë një shkelje Бевме критични кон сите држави во светот. Ishim kritik ndaj të gjitha shteteve në botë. Кажавме дека не е дозволиво на имигрантската рута да исчезнат 10.000 деца, мигранти, бегалци од погодени од војната. Ku shprehëm se nuk duhet të humbin rreth 10.000 деца кои се исчезнати, грабнати, киднапирани, едноставно Европол не може да ги најде. Тоа значи дека криминални банди во спрега со луѓето од кај што бегаат, им ги даваат точните податоци и исчезнуваат. Така. Do më thonë gjatë rrutës, gjatë krizës me refugjatët, rreth 10.000 fëmijë janë humbur, janë zhdukur dhe nuk dihet për fatin e tyre. Zoti dragi, këto janë informacione mjaft alarmante, definitivisht. Mendova se do të nisim, do me thënë, me tema pak më të lehta dhe më të kafshme, po ja që tek problemi kryesor duket se u përqendruam. Si mund t'i parandalojmë këto? Мисля дека ќе почнеме со некои теми така може би по-лесни за почеток, но самиот разговор не одведе во проблемите кои што се соочуваме. Има и полесни теми. Како би можеле да ги спречиме? Полесна тема е, забележувате, моќта на одговорно родителство. Тем shumë e lehtë është, për shembull, fuqia e prindërimit, Удзуес për prindër të përgjithshëm. Ние неколку кампањи сме, со неколку слогани сме ги упатиле до граѓаните, со слоганот дали денес го гушнавте вашето дете, дали денес му кажавте на вашето дете колку го сакате. Не, do të thënë gjatë tërë kohës shprehim mesazhe, përçojmë mesazhe, a e keni përqafuar sot fëmijën tuaj? Дали денес разговаравте со вашето дете? А кени беседуар сот ме фамијен туај? Моќта на одговорното родителство е одговор на сите злоупотреби кои му се случуваат на детето, и на улица, и во училиште, и во општеството, и од страна на медиумите. Do më thonë, ky doracak është si përgjigje e të gjithë keqpërdorimeve të fëmijëve që ndodhin në media, në jetën e përditshme, në shoqërinë tonë dhe kështu me radhë. Но има и деца кои се малтретирани, злоупотребени и тепани, не само своите родители, туку имаме голем број на деца на нашиот SOS телефон како резултат на сиромаштија. Ka mjaft fëmijë të cilët nuk janë të keq trajtuar dhe të ndëshkuar vetëm nga familja, nga prindërit, por edhe nga shoqëria. Злоупотребува. Нашите податоци кажува дека околу 2000 деца во Македонија на секојдневно на крстосниците питачат
и принудени се да заработуваат пари. Така. Домethënë këtu dragi e cek problemin me fëmijët të cilët fëmijët e varfër, të cilët i hasim çdo ditë në rrugë në udhkryqje, të cilët kërkojnë lëmosh nga të dhënat tona që i kemi deri tani, domethënë rreth 2000 fëmijë janë të keqpërdorur në atë drejtim. Tjetër problem zotin Dragi? Некој друг проблем? Друг проблем што мислам дека треба да се мобилизира државата е да се опфатат што повеќе деца во раниот детски развој во градинки. Градинката не е само згрижување, градинката е воспитување и образование. Mendoj se duhet, domethënë, të kyçen fëmijët që nga mosha më e re në procesin edukativ, respektivisht prej në qerdhe, meqense qerdhet nuk janë vetëm institucione për t'i ruajtur, për t'i mbrojtur fëmijët, por janë edhe për edukimin e fëmijëve. Иако цената на чинење за овие услуги символична, би рекол 1490 денари, многу се случува голема дискриминација да најмногу на кои им треба градинката всушност не се вклучени во градинката и не ги користат услугите на градинката. И доколку децата не се вклучат на време во раната возраст во градинка, тие веќе стануваат жртва на злоупотреба на детскиот труд, на неписменост, сиромаштија и дури некои и подлегнуваат на криминални банди, така да државата мора прагот од 24% на уфатеност на деца во градинките го зголеми минимум на 50%. Mendoj se edhe pse është çmimi simbolik, 1490 denar, mendoj se nuk janë të kyçur, nuk janë të inkuadruar shumica e fëmijëve të cilët më së shumti kanë nevojë të jenë të kyçura në përqerdhe. Dhe mendoj se shteti duhet atë 20% që janë pjesë e qerdhave, duhet të azmadhojnë në 50%, duke, domethënë, fëmijët duke i kyçur sa më herët në procesin edukativ arsimor. Atë ka të bëjë kjo ndoshta, zoti Dragi, me çështjet se ku jetojnë, nëse rajonet e ndara apo vendet e caktuara, apo si do i kishit sqaruar këtë çështje, domethënë? Во што мислите дека е проблемот? Дали се работи за тоа што се поделени по региони или во што од што се состои поделбата на зошто некои деца им се дава тоа право да бидат? Значи имаме неколку проблеми. Прво, поголем офат на деца има во руралните средини. Второ, уфатеноста на децата немаме просторни капацитети. Имаме голем број на деца во една паралелка над дозволената и не се офатени децата во посиромашните краишта, но во субстандардните услови во селата со организиран превоз за да може децата да се вклучат на време во градинка за да им биде достапен првиот чекор кон основното училиште. Ние како само што да кажем како детска амбасада се залагаме државата да го отвори буџетот и да ги вклучи ранливите категории на деца кои се сиромашни и кои не можат нивните родители да платат, да ги партиципираат овие трошоци и да биде задолжително воспитно-образовниот процес за децата во градинка уште од 3-та година. Тоа ќе биде клуч на успех против злоупотреба на детскиот труд, сиромаштија и неписменост. Ja një propozim shumë të mirë, domethënë Dragi jep si propozim që në fakt ambasada e parë botërore për fëmijë jep si propozim që shteti të hap buxhetin dhe të financojë kategoritë marginalizuara që të mund faktikisht t'ju ofrohet edhe atynve që të mund të shkojnë fëmijët e tyre në qerdhe dhe që të kyçen në procesin edukativ arsimor që prej moshës 3 vjeçare. Dhe si një nga problemet mendon se është domethënë më shumë paraqit në rajonet rurale ku nuk është më të varfura meqense atje nuk është domethënë nuk është gjetur mënyrë për transport ndoshta një nga arsyet. И она што бевме многу гласни во последниот период и благодарност до пратениците во собранието кога не послушаат 2014 да ги зголемат санкциите и казните за сексуалните насилници. Значи, се зголемија казните од 15 години, се воведе можност за медикаментна терапија, така наречена хемиска кастрација и дури доживотна казна затвор, ако тоа е сторено на посебно брутален начин. Сметам дека Република Македонија
на ова поле одговори на нашите барања и на тој начин се вклучи во поголема заштита и превенција на децата од сексуална злоупотреба, родоскрнавање и инцест. Mendoj dhe jam falenderues për zërin që e ngritëm, domethënë për përgjigjen ndaj zërit që e ngritëm në vitin 2014, na ndëgjuan domethënë deputetët tanë dhe bënën ndryshime në ligj ku domethënë ishin të izmadhuan sanksione ndaj pedofilëve, të cilët sanksioni ishte izmadhuar në 15 vjet burg në terapi me medikamente dhe madje edhe për burg të përjetshëm për atë nëse ka qenë domethënë dhunime brutal dhe jam mjaft falenderues për këtë përgjigje ose për пред да говориме за мировното образование. Него проектин е Јетмира. Само сакам да ви кажам дека состојбата будно ја следиме и за сите случувања во Република Македонија го известуваме Комитетот за правата на детето при Обединетите нации во Женева. Од таму стигаат конкретни препораки за Република Македонија и таа е задолжена да ги исполни очекувањата и препораките од комитетот и ние вршиме цело време наблюдување на спроведување на препораките и реагираме многу остро и бурно со поддршка на медиумите. Им благодарам на сите медиуми, затоа што да не беа тие, можеби немаше ни да го подигнеме на пиедесталот на високо ниво заштитата на правата на децата во Република Македонија. Dua t'ju falenderojm domethënë medjave të cilat na përkrahin se ne gjithmonë e ngrejmë zërin kur hasim në shkelje të drejtave të fëmijës dhe mendoj se me përkrahjen e medjave kemi arritur që ta ngrejmë në pediestalin më të lartë personalitetin e fëmijës dhe me të gjitha domethënë aktivitetet ose gjatë tërë kohës i ndjekim të gjitha aktivitetet dhe ngjarjet që ndodhin në shoqëri dhe i përgjigjemi Komitetit për të drejtat e fëmijëve në Gjenevë pranë Kombeve të Bashkuara. Dhe mendoj se me ndihmën e mos kishte qenë ndihma e medjave, ndoshta nuk do të kishim mundur të jemi kaq të zëshëm për kur bëhet fjalë shkelja e të drejtave të fëmijëve. Zoti Zmijanac, do me thënë 0-18 vjeç, 0-18 години, e di se kemi të bëjmë, do me thënë, me fëmija, po? Да, според Конвенцијата за правата на детето ја имате. U e kam desha dhe po ta shpletojmë. Деца се до 18 години. И државата има обврска, дури Конвенцијата како акт е многу посилен од било кој закон. Овој меѓународен инструмент, така наречен Конвенција за правата на детето. Ние секогаш кога реагираме постов на Конвенцијата, постов на факултативните протоколи, постов на Конвенцијата за заштита на правата на децата, најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд, донесен од Меѓународна организација на трудот 182 и други документи. Сето тоа го преточуваме, ете на почетокот имате еден извештај во сенка, така наречен извештај во сенка, и ја држиме под силен мониторинг и притисок државата и низините институции, како што кажав, со помош на граѓаните, кои те препознаваат, ни даруваат во нашите касички, ни купуваат честитки, медиумите постојано не следат, имаме јака развиена социјална мрежа, би рекол собствен социјален медиум, каде што секојдневно информираме и сме на терен. Значи, сме на терен, дури на терен сме и од пред 2 дена бевме да ги посетиме децата бездомници во Ранка Милановиќ 25 мај. Работевме со мигрантите во Табановце. Значи, имаме поддршка на иницијатива за родители, одговорно родителство и заедничко и по развод. Даваме цело време поддршка на се што е поврзано со најдобар интерес на детето и по тоа сме предпознатливи, би рекол. Големата поддршка добиваме со макотрпна работа, посебно вложен труд и многу љубов и ентузијазам. Shkurti me Jetmira? Po, do me thënë fëmijët janë prej 0 deri në moshën 18 vjeçare, sipas Konventës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Ne do me thënë mendojmë se Konventa për të drejtat e fëmijëve, për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve është më e fortë se çdo ligj dhe do me thënë në bazë të asaj ne jemi të dalluar me atë që në çdo kohë reagojmë. Ja edhe tani ishim aktiv, ishim para disa ditëve të ndihmojmë fëmijëve të cilët në këtë kohë të ftohtë kanë qenë do me thënë në rrugë. Dhe ju jepnim përkrahje refugjatëve në Tabanovci, ishim gjatë tërkohës aktiv,
përkrahim edhe shumë projekte të tjera të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, reagojmë në çdo thyrje të drejtave të fëmijëve dhe mendojmë se gjithë atë njohuri ose atë popularizim në lidhje me të drejtat e fëmijëve kemi fituar me punë të vazhdueshme edhe me gjithë mundin që e japim. И уште ова, извинете, за време на поплавата, социјалните мрежи ни беа главна алатка да мобилизираме многу волонтери активисти, да помогнеме на децата погодени од поплавата во Скопскиот регион. Ja, dua të cek edhe këtë, se në mes të rjetëve, përveç medjave, do më thanë edhe në mes të rjetëve sociale, kemi si një mekanizëm apo mekanizëm me të cilin, do më thanë, bëjmë promovimin e të gjitha aktiviteteve, ose bëjmë promovimin të gjitha aktiviteteve që i bëjmë ne dhe e ceki për në lidhje me vërshime, do më thanë që ndodhën. Ndihmën që jeni sensibilizuar. Ndihmën që e ka dhënë. Zotë Tagi, letë përshon, do më thanë, nga përkthyerja, neka se unë marim malko të prevodët, pa da vidime ona što ke kažemo vërska sobi projekt, tako da povratamo të se vratime. Në këtë kontekst, vetëm ti paralemirojmë do më thënë e gjithë, se linja telefonike mund t'i lëshon dhe mund t'i publikoj në ekranin ton për të pasur mundësi të gjithë ata që ndoshta kanë pyetje për të ftuarit tanë, do me thënë në Provita, ku po flasim për të drejtat e fëmijëve, shkeljen e të drejtave të fëmijëve e kështu me radhë, mund të parashtrojmë pyetje. Projekt menaxhere e projektit Arsimi Paqësor, çfarë nënkupton ky projekt? Jetmira? Do më thonë projekti për arsim... Cili është qëllimi i këtij projekti? Ashtu. Do më thonë projekti për arsim paqësor fillimisht është implementuar në vitin 2011 në bashkëpunim me organizatën gjermane Kurve Ustrov, e cila është një organizatë që organizon trajnime për arsimin paqësor dhe ambasada e parë botërore për fëmijë ka një bashkëpunim të gjatë, do më thonë bashkëpunon një kohë të gjatë. Ky qëllimi kryesor i këtij projekti është, domethënë, që të bëj promovimin e kulturës paqësore dhe nëpërmes të trajnimeve që organizojmë ne si organizat, i trajnojmë profesorët, domethënë që kuadrat e profesorëve, që kur të kthehen në shkollat e tyre, domethënë të gjejnë mënyra kreative se si të bëjnë promovimin e kulturës paqësore. Çfarë i bie kultura paqësore? Do thotë ajo të mos kenë konflikt me nxënësit, të mos zihen në orë të mësimit, ose të mos përdorin forcë dhe ndaj nxënësve të cilët ndoshta nuk janë aq të urtë ose janë hiperaktiv, s'di edhe veç si do i kishte quajtur zoti Dragi këta fëmijë që janë më temperament dhe kanë të drejtat e tyre, po më vonë do të kthehemi tek pokazno pak se na vratime na Po, mendojmë domethënë se një numër i vogël i organizatave punon në këtë drejtim, në drejtimin e arsimit paqësor. Kryesisht qëllimi kryesor domethënë i projektit është që në mes të rinjeve të promovoj kulturën paqësore. Që nënkupton, domethënë të anashkalohen konfliktet, në fakt të bëhet transformimi i konflikteve dhe t'ju mbjellim në kokat të rinjeve që mundet konfliktet të zgjedhin edhe në mënyrë paqësore, me tolerancë, me mirëkuptim dhe me bashkëpunim. Dhe duhet, domethënë, të nxisim që të nxisim sa më shumë mendimin kritik, të nxisim që të gjithmonë të përkrahin edhe mendimet e të tjerëve, edhe pse nuk mendoj, edhe nëse nuk pajtohen me mendimin e ndryshëm, ta përkrahin dhe ta respektojnë mendimin e të tjerëve. Si reagojnë profesorët në këto këshilla? Janë efektive apo jo këto tubime, këto seminare, ma mërmenja, punëtori, apo si në që mënyri organizoni dhe si i selektoni shkollat në basë shkafit? Në basë moshës, në basë... Do më thënë, fillimisht, ky projekt është implementuar në 3 shkolla këtu në Shkup, shkollat e mesme. Ajo ka qenë shkolla e mesme e mjekësis, Panqe Karajozov, Nikola Karev dhe... Arseni Jovkov? Po do të në. Dhe në vitin 2013 është kyqur edhe Arseni Jovkov, shkolla e mesme ekonomisë. Zeflush Marku, mandej jemi përhapur edhe në qytetet e tjera, në Dibër, dhe më thanë, është 28 nëntori, në Gostivarë shkolla e mesme e ekonomisë, më falni, është gjimnazi përgjithshëm, në Vanqëpërke në Vinic, Koqëracin në Veles, e tash më pyetët në basë shkajt. Më thonë, këto 3 shkolla në fillim që janë inkuadruar, është më shumë kemi pasur kujdes që të jenë të inkuadruar, me qenë se ky projekt ka karakter multietnik, multikulturor,
jemi munduar që të kyçim sa më shumë nxënës dhe profesor të etniteteve të ndryshme, me qëllim që t'i kuptojnë ndryshueshmëritë, barazit dhe të shohin se mund ato ndryshueshmëri neve na afrojnë dhe na bëjnë më të fortë. Zakonisht trajnimet janë trajnime interaktive dhe janë nëpërmes të lojrave dhe ushtrimeve, gjë që janë shumë interesante për profesorët dhe me të vërtetë shumë stimulohen dhe motivohen ato trajnime që më pastaj të diseminojnë ato njohuri edhe në shkollat e tyre. Për shembull, përveç me profesorët që organizohen trajnimet bazike, organizohen edhe trajnime më të thelluara për ato profesorë të cilët janë të involvuar më shumë në projekt. Gjithashtu trajnime organizohen edhe për target grupet e tjera, si për shembull mund ta cek këtë trajnimin e fundit që ishte tani në Berov, ishte një sfidë e re për neve. Domethënë aty ishin të kyçur përfaqësues nga komuna të ndryshme, nga Republika e Maqedonisë, pastaj kishin përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe drejtorat të shkollave të mesme anë mban Maqedonisë. Gjë që mendoj se më vonë do të flet më shumë Dragi, këtu është domethënë bëhet fjalë për lobimin që duam ta bëjmë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, që nëpërmes të këtij bashkëpunimi ne synojmë të inkuadrojmë arsimin paqësor në sistemin edukativ arsimor, siç thash, ndoshta më vonë do të tonë Dragi pak më shumë të shpjegojë. Po, gjithsesi do i japim mundësi zotnit Dragi. Psikolog, sociolog, keni në Megjashje apo jo? E kuptoj, besoj. Strukturata një që pokraj organogramот со проектен менеджмент, директор и така натам. И много внимаваме да имаме и експертиза стручна. Значи имаме психолог, педагог, социален работник, имаме етичар. Етичар, да. Имаме правник. Имате и правник. Односно имаме два правника. Два правника имаме. Едниот е за меѓународно право. Да. Катерина, која ни е програмски менеджер, е правник. Значи, таа структура е многу важна за да можеме да и од стручен аспект одговориме на проблемите со кои се среќаваат децата. Драги, përveç se ju, do me thënë, raportoni, ulumtoni, gjurmoni edhe i alarmoni institucionet për shkeljen e të drejtave të fëmijëve, në fakt a i jepni ndihmë të drejtë për drejtë, a zëm për shembull nëse veç në SOS telefonin paraqitet një rast urgjent ose ta zëm ndonjë dhunë pa marrë parasysh fatkeqësisht tani ndodhin edhe ato seksuale kështu me radhë, domethënë i jepni edhe përkrahje nga ana e psikologut, sociologut apo Ose što ги поддржувате правата на децата, што алармирате, реагирате на злоупотреба, дали имате директна помош, односно го разбрав прашањето и ако супер. Се извинувам до гледачите што не го владеам албанскиот јазик, но можам контекстот да го разберам. Имаме советувалиште лице в лице, значи канцелинг или нашиот психолог многу често обавува контакти со јавувачите на негово инсистирање. Потоа имаме и бесплатна правна помош, кога ние писмено се обраќаме до државните институции и бараме да постапат соодветно и да не информират, и доколку не постапат соодветно или не информират, што не се случува, нашето обраќање до нив го сметаме како потреба да си ја завршат работата, да бидат функционални институциите во најдобар интерес на детето, затоа што забележуваме дека не секогаш постапуваат навремено и соодветно. Domethënë kemi ofrojmë edhe ndihmë juridike të falas, me që me anë të cilës reagojmë dhe domethënë bjem në kontakt me institucione shtetërore ku mundohemi që të marrim ndihmën e duhur, ndihmën që e kërkojnë qytetarët në raste të caktuara. Dhe reagojmë nëse nuk kemi përgjigjen nga jo anë. Dhe gjithashtu e kemi edhe këshilluesen, këshilltaren, po, fytyrë me fytyrë, ashtu se vjen me përkthim me bukfal. Си на си да thoja. Јавувањето е тајност. Значи меѓу операторот и јавувачот и дојавувачот. Më thënë paraqitja është sekrete, Она што нас не
малце не загрижува што најчесто се јавуваат возрастни во името на децата, не толку децата. Дали децата не се доволно охрабрени да говорат слободно за проблемите, или пак не веруваат доволно во институциите на система дека ќе им помогне, се уште немаме јасен увид, но сметаме дека децата во последно време се почесто ќе користат социјалните мрежи и добиваме информации или преку Facebook или преку имейл многу повеќе отколку директно јавување на телефон. Gjë neve na tankon dhe na merakos është ajo se në emrin e fëmijëve zakonisht paraqiten të rritur dhe nuk jemi në kontakt të drejt për drejt me fëmijët, por është një gjë pozitive që kohën e fundit fëmijët i shfrytëzojnë sa më shumë rrjetet sociale ose Facebook-un, me anë të cilit ne hymë ose qasemi direkt në problemin e një fëmijë të caktuar ose një problem të caktuar. Do сега си имат јавено над 20.000 деца? Po, këtu desha ndërhyjmë, mbi 20.000 thirrje, 19.700 biseda e kështu me radhë dhe fëmijë, do me thënë moshës më të re, 3.116 të rritur e kështu me radhë, por më intereson jo vetëm statistika, nga se përshofim se ka rezultat, do me thënë SOS telefoni, por zotni Dragi do doja, do me thënë, në sharoni për cilat probleme më së shumti, do me thënë, kërkojnë ndihmë tek ju, por shkeljen e të drejtave në cilën fushë? Ги видов статистиките, бројките, би сакала да ми кажете за што повеќе се јавуваат? За злоупотреба на правата на... Од година на година се менува. Она што загрижува во последниве неколку години, на прво место ни доаѓа сиромаштијата, на второ место, за жал, се повеќе деца погодени од бракоразводна постапка на нивните родители. Родителите не можат да сватат дека со разводот не значи престанување на родителството. Многу често децата ги злоупотребуваат и ги малтретираат во пројавување на посесивен однос кон детето, не дозволувајќи му на вториот брачен поранешен другар или родител да има еднакво количество на видување грижа и децата се наоѓаат во една многу непријатна ситуација да родителите кои не се разумни, не договорно се разведуваат и понатаму водат грижа подеднакво за детето, многу често се пресметуваат на сметка на детето. Po, shkurti më shtet mira? Do të thënë, nga viti në vit ndryshon. Në vend të parë janë paraqitur domethënë nga varfëria, pastaj si pasojë të divorcit, fëmijët të cilët nuk e din prindërit të cilët divorcohen domethënë atë krizën pas divorcit dhe atë që fëmijët zakonisht janë ato të cilët pësojnë. Në raste ku nuk I mundsohet, domethënë partnerit tjetër që nga ana e partnerit tjetër që ti vizitoj, ti takoj fëmijët dhe të kujdeset si prindi fëmijëve. Pa потоа доаѓа злоупотреба на детскиот труд и четвртата е образованието и проблемите со образованието кои го имаат децата и тие што се исклучени и тие кои се во редовниот задолжително образовен процес. Секако ние многу често говориме и за квалитетно образование на кое треба да посвети државата и на неопходното вклучување на сите деца во образовниот процес како главен одговор, како што кажав, на неписмено сиромаштво и злоупотреба. Без вклучување на сите деца во образование и понатаму ќе имаме експлоатација и злоупотреба на децата во Република Македонија. Shkurtit mirat lutem. Pastaj domethënë radhitet keq përdorimi I mundit të fëmijës, mandej siç e cekëm domethënë mos kyçja e fëmijëve në procesin arsimor, problemet që I kanë fëmijët e kyçur në procesin arsimor dhe mendoj se edhe më tutje do të jetë problem I madh keq përdorimi I fëmijëve nëse ato vazhdojnë edhe më tutje mos të kyçen në proceset edukative arsimore. Vetëm ti përkujtojmë shikuesit se linjat telefonike janë të hapura dhe se po bisedojmë për të drejtat e fëmijëve, për zgjidhjen e problemeve këtu kemi të bëjmë me shumë të drejta, qoftë për arsim, qoftë për problemet dhuna në familje, dhuna seksuale, pedofilia, interneti, keq përdorimi I internetit e kështu me radhë. Pra shikues të nderuar, shfrytëzojeni rastin nga që kemi këtu drejtorin e Mexhashit, që do të thotë se radhë herë mund ta kemi në studio drejt për drejt se kanë angazhime të tepërta, pra shfrytëzojeni rastin dhe pyetni gjithçka që ju intereson juve për të drejtat e fëmijëve, po tek e fundit edhe për problemet e juaja që kanë fëmijët e juaj në shkollë, mësuesi ka të drejtë apo fëmia. Zotni Dragi, ishte kjo një kontakt me shikuesit, një thirrje kontakt me gledaçit. Po, rregull, desha unë t'ju pyes diçka. Çka me fëmijët me nevoja të veçanta? Ço posebni potreby decata?
А и трајтоникто тема? Се согласувам дека е неопходно да се работи. Ние имаме многу реакции направено кога не постапува државата соодветно како што беше случај со Тамара. Веднаш после тоа формиравме група за заштита на децата со здравствени проблеми. Дојдоа повеќе граѓански организации и родители кои имаат проблеми со остварување на здравствени услуги. Ја активиравме групата, имавме неколку средби со нив, но забележавме дека родителите не можат се уште да се справат доволно со структурното насилство, со правниот лавирин, каде што мораат за елементарни здравствени проблеми да постојано апелираат и да бараат подршка од граѓаните и граѓанските организации, што мислам дека не е во ред ненавременна реакција на државата во помош на децата за итни операции, како што беше случај со Тамара, значи и трајни последици, односно смрт. Трајни последици за детето може да настанат и тогаш кога не се детектира на време одредена состојба, а за тоа не сите родители имаат финансиски капацитети да користат услуги од приватно лекување и мислам дека државата мора да и даде приоритет на здравствените услуги на децата. Во мој термин и во било кој термин децата мора да бидат први на листата во користење на било какви услуги од здравствените работници во Република Македонија. По пати не трајтоим на дата тема, да фамијат ме невојата посачме, до тамар си шембул да те трегој пар растен Тамара, ку активизувам një grup të prindërve të cilët i shprehnin problemet e tyre për prindër të cilët kanë fëmijë me probleme të ndryshme shëndetësore dhe për fat të keq arritëm vetëm deri tek përgjigjet në lidhje me lavirintet juridik të cilët ato i pengojnë për të arritur deri tek ndihma ose reagimi adekuat për fëmijët që gjenden në situata të tilla ose për raste të tilla si rasti i Tamarës. Më vjen keq për mos reagimin e shtetit dhe mendoj se ose për reagimin e vonshëm të shtetit në lidhje me rastin që e cekim më herët. Domethënë mendojmë se në rastet kur bëhet fjalë për fëmijë, gjithmonë duhet edhe në terminin tim, moj termin, t'ju jepet përparësi dhe t'ju ndihmohet. И оно што треба државата брзо да стори е да ни дозволи да го хармонизираме нашиот СОС телефон 0800 122 со европскиот број за деца 11600 и 116111 и за грабнати киднапирани деца и за заштита на правата на децата, значи децата да можат да се јавуваат од сите мобилни фиксни оператори во Република Македонија. До сега ја има таа можност да користат само од фиксен оператор, што не е доволно, затоа што децата денес имаат можности да користат мобилен телефон и не можат да ја добијат оваа бесплатна услуга. Тоа е еден мој апел до овие структури кои ги имаат тие можности да ги сервисираат овие два броја, а ние ќе ги ставиме сите наши расположиви капацитети да бидеме максимално во функција на одбрана и заштита на правата на децата во Република Македонија. Ditmira shumë shkurt nga se ma mërmenja që pëthuj se pjesa dërmuese që kujtve e kuptojnë gjuhën, por të hitë minutave, apo jo? Po, merku. Apeli im është domethënë të bëhet të na mundsojnë organet që janë organe shtetërore që të bëjmë harmonizimin e SOS linjës tonë telefonike me atë në nivel botror, që të mundemi edhe përveç telefonave fikse edhe me anë të mobileve, me anë të celulareve, sepse shumica e fëmijëve kanë celular dhe të munden atë mënyrë të kërkojnë ndihmë ose në raste kur ju keq përdoren të drejtat e tyre të reagojnë. Zotni Dragi, sa në të vërtet fëmijët tanë janë të kërcënuar, nga se ma mërmenja se gjatë gjithë kohës jeni, do me thënë, këtu për fëmijët ju si organizat dhe i ndiqni situatën, qoftë nga pedofilët, qoftë nga kidnapimi, nga se shoh se pikë të dobët nëse nuk gaboj, slaba точка вие овие две точки, ако не грешам. Слаба точка е што имаше неколку деца киднапирани и се уште не им се знае трагата. И затоа апелиравме овој телефон да го ставиме во функција со европскиот број за заштита на деца од грабнување и киднапирање. И слаба точка ни е тоа што
се повеќе децата се жртви на сексуална злоупотреба од возрастните. Домаthani janë dy pika dobësie që kemi. Është njëra që shumë ekziston kohën e fundit kemi parë se ekziston kidnapimi i fëmijëve dhe keqpërdorimi seksual i fëmijëve, gjë që shumë na tangon dhe prandaj kemi reaguar dhe duam që linjën tonë, SOS linjën tonë telefonike ta harmonizojmë me atë në nivel evropian. Значи ако градиме толеранција, меѓусебно почитување, разбирање кај децата од најмала возраст за меѓусебно разбирање и почитување во воспитно-образовниот процес и ја промовираме кампањата Мирот е секој чекор, каде што децата ќе ги почитуваат различностите и ќе градат култура за мир, имаме апсолутна нетолеранција кон насилниците и силувачите на деца. Некоја за жал се случува тоа да се и најблиските и родителите, и во таа ситуација децата доживуваат трауми кога треба на главен претрес да сведочи пред судијата што му сторил неговиот татко, вујко, чичко или роднина или пријател во кој детето имало доверба, тој наместо да го штити, да заштити, да го чува, тој го силува и го нападствува. Тоа е недозволиво и мислам дека едно треба да разбереме. Колку што се децата помали, толку помалку можат да лажат за оваа состојба и мора државата да отвори шелтер, прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба, затоа што многу често наместо насилникот да се отстрани од домот, децата се враќаат во домот и најблиските родители вршат притисок и децата во такви услови ги менуваат изјавите се со намера да го заштитат насилникот, за да не страда целото семејство и да нема страв за како ќе биде прифатено од околината. Nëse në përmes të kampanjës, pa që është dohap edhe nëse duam të inkuadrojmë arsimin paqësor në procesin edukativ arsimor dhe të tregojmë tolerancë në të gjitha sferat e shoqërisë, atëherë mendojmë se jemi jo tolerues dhe jo ferm ndoshta ndaj kategorisë të fëmijëve të cilët keq trajtohen, përdhunohen nga më të afërmit dhe kur janë të detyruar, domethënë në gjyq të japin deklarata të rreshme se nga më të afërmit e tyre janë keq përdorur dhe mandej ndoshta duhet edhe shteti të reagojë në këtë drejtim. Dhe duhet që ti mbroj ato fëmijë, sepse në shumicën e rasteve fëmijët janë të vegjël dhe nuk din të gënjejnë dhe zakonisht dhunuesi mbetet në shtëpi, ndërsa fëmijët duhet të largohen nga shtëpia ose ta pranojnë atë situatë në mënyrë indirekte ose në mënyrë të heshtur. Сега јас да ве прашам, вие како новинарка дали забележавте пред македонската радио и телевизија имаше еден голем билборд Мирот е секој чекор на сите јазици. Ти се си расист. Како ве поттикна? Дефинитивно ја расист, да ме thënë edhe pse zakonisht јас сум таа која прашувам обично, меѓутоа еве ви одговор не ја расист, да ме thënë edhe e trajtuam këtë temë nga se edhe медиуми он дефинитивно ishte për krah këtë çështje. Не случайно, значи ја третираме оваа тема, бидејќи нашиот медиум и ние ве поддржуваме во оваа кампања. Со градење култура за мирот има многу можности децата да се запознаат меѓу себе. Да нема сегрегирани посебни училишта, децата може да се дружат, да се запознаат различни култури, различните обичаи, традиции. Тоа е добра можност да во една мултикултурна држава како што е Македонија децата градат заедничка иднина и заеднички просперитет. Не соживот на живење едни покрај други, туку заеднички вредности и заедничко живење, за да не можат возрастните да ги делат по ниту еден основ. Domethënë mendojmë se me anë të projektit për arsim paqësor do të munden fëmijët të jetojnë bashkë, jo njëri pranë tjetrit, dhe nëpërmes të ndryshimeve të njoftohen njëri me tjetrin dhe ti afrojmë sa më shumë kulturat dhe vlerat. Dragi, më merr mendja se mediat, gazetarët e dinë se në cilat raste shkelet e drejta e fëmijëve, në cilat jo. Në këtë kontekst do me thënë çfarë do kishit thënë ju në aspekt keqpërdorimit të fëmijëve nga politikanët në poshtë fushatas zgjedhore, por shkurtimisht nga se jemi ka fundi emisioni dhe pastaj do të thënë këshillat e juaja, po. Партиска злоупотреба на деца за време на изборна кампања? Да. Редовно се случува, без разлика дали се парламентарни, локални или председателски избори. Политичките партии генерално да забораваат дека децата не се фолклор, дека децата не смеат
да бидат злоупотребувани, да носат било какви партиски обележја, па да учествуваат на митинзи или пак да лепат плакати или пак да агитираат за нивните лидери. Децата местото им е во училиште, уште помалку училиштета да бидат партиски штабови и бурно реагираме. Сме имале притисоци, сме имале контрола и од Управа за јавни приходи, но ние безкомпромисно секогаш сме реагирале без разлика која политичка партија ќе забележиме дека ги злоупотребува децата за партиски цели. Газетарот, медиумите, чили ош мендими јуај, опиниони јуај и кечпрдори напојо? Како ги да... медиумите и новинарите дали ги злоупотребуваат децата? Или дали го почитуваат правото на детето, затоа што забележувавме еден период порано, пред десетина години, дека не доволно внимава новинарите кога известуваат посебно за грозоморни настани, насилување и педофилија. Еве ова е куќата на настанот каде што во тоа и тоа село малолетната 13 години била, имавме обуки со нив за сензибилизација за правата на децата и како да известуваат, за да не прават ексклузивитет од такви вести, а сепак граѓаните да ги информираат, за да можат. Целта на новинарите е да имаат истражувачко новинарство каде што фокусот ќе биде како да се заштита децата од злоупотреба, а не да прават ексклузивна вест од детето и детето да биде етикетирано и жигосувано еднаш за цел живот. Има случаи кога се откривало идентитет на детето и како последица на тоа имало и самоубиство. Шкуртемеш, односно да растат ка расте да курбен кешпрдориме политпар, чеште политике ка расте да курбет индиректно што кешпрдорим на газетарве, мате че ато газетарот инсистоен та бената си леме ексклузив, андерса нук му доен там броен идентитетен, осо там шеин идентитетен фамијас, вет мундохен че над манутин дих моин фамијас, јото бен ветам не лем ексклузив. Zotni dragi, do me thënë normal, unë e di se kush parashtron pyetjen, ajo absolutisht do me thënë është çështje anonime, thot lusë shikuesit në fakt mysafirët e juaj që të na sqaron pikat e shkurtura se si mund të dim se kemi të bëjmë me një pedofil në lagjet do. Има анонимно прашање од гледачите. Како би можеле да препознаеме дека се работи за педофилија или педофил во наша наслоба? Значи, педофилот, профилот не може да се познае по лик. Ние имавме обука со суди и јавни обвинители и полициски инспектори, каде што беа покажани 16 лика, меѓу кои јас грешив, не погодив на еден од нив заедно со судиите. Оно што ме изненади, со полициските инспектори, четворица од нив го погодија ликот. Но тоа е многу тешко да се детектира по лик. Многу често се детектира по однесувањето. Ја стекна довербата на детето, многу љубезно се однесува со детето. Ја бара наклоноста на детето, му дава подароци. Ние многу често велиме, децата не сме да влегуваат во автомобили, да примаат подароци, да влегуваат во непознат простор, стан или објект, кога ќе биде нападнато да врискаат, да удираат по незгодни делови на телото кај возрастниот што го напаѓа и да бараат помош. Значи, ако веќе се случи тоа што ниту еден родител не би сакал да му се случи, многу е битно да се детектира на време, дека детето се повлекува, таи, молчи, мокри, не споделува со никого затоа што се плаши дека нема да му веруваат во она што ќе го каже. А многу често пак се случува да и не добива поддршка и ако кажат неблиските, затоа што ако е тоа татко, родител, чичко или некој близок, е шокантно за мајката или за тој што е старател на детето, не му верува и детето фактички доживува неколку пати сведочење за нешто што му се случува. Дома, во полициска станица, на суд. Ние заговараме дека доволно е само едно сведоштво во специјални скрин соби, каде детето преку кукли со цртежи ќе го каже она што ќе му се случи и судијата никако на главен претрес не смее да дозволи соочување на детето жртва со осумничениот, кој се уште не е докажано дека е виновен, но тој осумничен мора да биде во притвор, не смее да биде на слобода, за да не врши притисок на детето и на целото семејство. Кога ќе се докаже неговата вина, бараме максимални казни. За да нема рецидивизам, затоа што докажано е дека 70% од педофилите кога се на слобода го повторуваат делото. За секое повторништво бараме доживотна казна затвор.
Në rregull. Nëse mund është shumë më shkurt, thjesht vetëm... Po, do më thanë shumë rënd të detektohen profili, të zbulohet profili i pedofilit ose të përshkruhet profili një pedofilit. Zakonisht, ai shumë lehtë e fiton besimin e fëmijët, shumë lehtë, do më thanë, e bën komunikimin, jep dhurata fëmijës, dhe prandaj edhe apelojmë shumë shpesh që fëmijët mos të hynë në ambiente, mendoj në lokale të panjohura, në vetura me të panjohur dhe kështu me radhë. Dhe si propozime janë që fëmija gjatë gjykimit të mos bëhet ajo në mënyrë publike, dhe më thanë gjykat, në seancë kryesore, po të bëhet në mënyrë ma kreative, përshtatur për fëmija, që të mundet fëmija në përmes të vizatimeve të përshkruaj atë që ndjenë, sepse pas keqpërdorimit fëmija zakonisht mbyllet në vete. Dhe më thanë rinë anësh edhe më shumë mbyllet edhe është më izoluar nëse bëhet fjalë për person i cili ka qenë i afër, dhe më thanë pedofil nëse ka qenë babaj ose do një afër me familjes, kështu që ndoshta ato janë forma më kreative dhe më adekuate që t'i ndihmohet fëmijës, dhe jemi për atë që sanksioni për pedofilin të jetë madje edhe me, dhe më thanë, me burg të përjetshëm, me qëllim që të mos të përsëritet, sepse në 75% të rasteve recidivizëm është përsëritur. Po, i kthehet, po, krejt për fond. Mesazh kryesorën, ose to što na vas vi znači najmnogo, kako poraka do gledačite na Provita? Evo go. Po? Мирот е срекно дете. Колку имаме посрекни деца, со детска наспевка, со можност за креација, за дружење, за слобода, за мир. Имаме мир и во душата, и во општеството. Тоа е мојата порака и ова многу си ја сакам. Ова се дел од нашата кампања Мирот е секој чекор. Имате таму повеќе пораки на македонски, албански и турски. Сите си одбравме по една порака, вашата... Патја është një fëmi i lumtur. Po, Jetmira, jo si përkthyese kësaj radhe si projekt menaxhere, shumë shkurt lutem. Porosia. Do të kisha dashur t'i përshëndes të gjithë shikuesit e Provita, më vjen mirë që isha mysafire, pjesërisht do të thonë ta ndihmoj emisionin, ndoshta më shumë pak e ndihmova emisionin, ishte më shkurt fola diçka për projektin arsimim paqësor, do të thonë ka shumë të flitet, edhe mendoj se do të më jepet rasti edhe do të jepet rasti edhe kolegeve të mia, Anës dhe Gordes, që në ndonjë emision tjetër, në ndonjë rast tjetër, bashkë ta promovojmë. Jo me juve kështu, juve si mysafire profesional, ta prezantojmë projektin dhe për planet e tona në ardhmëri dhe kështu me radhë. Ju faleminderit për ftesën. Јас ви благодарам за поканата. Имате одлична емисија. Благодарам. Jetmira, faleminderit që ishit tu, që na u gjetët. Shpresoj se sërish do ju kemi повторно ќе се видиме со поинаков вид на емисија, меѓутоа Provita si e Provita. Да, faleminderit Jetmira. Shikues të nderuar, faleminderit shkojnë edhe në adresë të juaj, nga se gjithmonë jeni këtu me ne, nga se edhe ky emision realizohet për t'ju informuar juve. Pra, shifemi të ënën e ardhshme me temën e mysafir tjetër. Deri atëherë, mirëmbëjtje.